E dëgjot besoj propagandën e kryeministrit në Greqi në mënyrë ku ai ftonte shqiptarët për të ardhur, për të rikthyer në vendin e tyre dhe të investojnë këtu apo të punsojnë këtu, pasi siç pas tij Shqipëria ka paga të larta, Shqipëria ka mirëqenie kështu me radhë. Atëre, nëse do të ishte kështu si thot kryeministri, sipas Bankës Botërore, ne Shqipëria është vendi më i varfër e Evropës, ku 1/3 e popullsisë është në kushtet e skamjes, është e varfërisë totale. Atëre, si ka mundësi gjithë kjo propagandë e kryeministrit dhe nuk shikon 30% e popullsisë që është në kushtet e emergjencës? Pra, kur thuhet në kushtet e emergjencës, është e bukë e gojës. Prandaj edhe një herë miq, mos u bini pre propagandës së kryeministrit, por shikoni realitetin dhe kujdes kur të votoni. Mos votoni me zemër, votoni me mendje, sepse kryeministri është thjesht një njeri që më bën vetëm propagandë. Nuk ka ndënjur gjithë 12 vite, nuk dihet sa orë ka ndënjur në zyrën e tij. Mbeti lart dhe poshtë duke udhëtuar me charter. Mund të jetë i vetmi kryeminist në Ballkan që udhëton me charter privat, sa në një shtet dhe në tjetrin. Mjafton që të kursemi parat dhe harxhimet që ka ai me chartin dhe enturazhin e tij, atëherë do të ishin siguruar qindra ose dhjetra mira pensionistë, ose do ishin rritur pagat ose pensionet. Kështu që kryeministri po tallet me ju dhe kjo është një nga ato momentet kur propaganda ka të kaluar çdo kufi. Mos harrojmë miq, sepse propaganda ka ekzistuar për 46 vite në Shqipëri. Edhe regjimi komunist i Roxhës predikonte me propagandën e tij që Shqipëria ishte një vend shumë i lulëzuar, ku njerëzit këtu ishin të lumtur e kështu me radhë. Po në fakt realiteti ishte ndryshe, ku shqiptarët ta hanin bukën e misrit, që bukë misri që nuk ka hante as qeni, dhe populli ishte në varfëri totale. Të njëjtën mënyrë, të njëjtën propagandë donte kryeministri Rama, të njëjtën forum ka, vetëm se ndryshon përmbajtja dhe ka ndryshuar personazhet. Pra, është e njëjta parti, vetëm se ka ndryshuar stilin e të bërit propagandë dhe natyrisht mënyrën, qasjen që ka ajo për të bërë propagandë. Dhe një herë mos bini pre propagandës së Edi Ramës, sepse është thjesht një propagandë fake, një mashtrues që ka 12 vite vetëm ka vjedhur dhe ka grabitur shqiptarët.